Shumë kemi një kënaqësi të madhe, kjo për shqiptarët një gjë historik. Kanë kënaqësi e veçantë, se s'kemi pas një kur këqish momentesh që edhe ne përjetojmë diçka të lumtur në shpirtin tonë. Po kjo është një dëshirë e shqiptarëve, e mbar shqiptarëve që me sheku e kanë prit këtë ditë të sotshme, edhe arritën të munën ta mrrin këtë ditë ta vendosin për mendoren në mes të Shkupit e ku e ka në venin. Për ndryshin e me kohë kemi mshef fotografijat, kemi mshef vjershat e sot arritëm të dalim në këtë qeshtë të presë. Ka vlerë të madhe jashtëzakonisht, kjo është personi më i njohur tek shqiptarët, historia e kombit shqiptar lidhet tamam për Skënderbeun. Kjo është figura më e njohur e kombit shqiptar, i cili ka sakrifikuar gjithë jetën vetëm e vetëm për kombin shqiptar. Kjo është për ne ngjarje e madhe shumë, edhe duhet festohet. Duhet që ta festojë krejt kombi shqiptar të gjithë.